Sot jemi në ditën e 65, 66, sa u bën regjia? Në fakt janë bërë plot 65, hymë në ditën e 66 të rezistencës përballë qeverisë më të korruptuar të Europës, e cila ndodhet këtu pas krave të mi. Sot për ata që jetojnë në Gjermani, shqiptarët e Gjermanisë e kanë parë gjithë në televizionin shtetëror gjerman edhe kronikën e rezistencës dhe protestës. Jam duke folur sot për çështje të ndryshme bashkë dhe pres pyetje nga ju. Jam në pritje të pyetjeve tuaja, ndërkohë shpërndajeni këtë live që fjala jonë të shpërndahet kudo, që njerëzit të ndërgjegjësohen sa më shumë dhe kjo betejë të shkojë gjithmonë më shumë drejt rezultatit dhe qëllimit final. Sot do të flas për statusin e minatorëve, sot do të flas për tryezën që është thirrur nga intelektualët në lidhje me opozitën, sot do të flas në lidhje me Rogozhinën, pra atë që ka ndodhur aty dhe garën që pritet, do të flas për reformën territoriale, do të flas për problemet të përditshmërisë. Jam në pritje të pyetjeve tuaja në lidhje me temat që unë përmenda dhe në lidhje me atë që do të diskutojmë, ndërkohë regjia këtu nga sheshit do të më çoj minut pas minuti pyetjet tuaja. Do ta nis me statusin e minatorëve, sepse më ka bërë shumë përshtypje sot që një projekt ligj që kërkonte trajtimin e statusit veçantë të minatorëve është rrëzuar sot në komisione dhe një prej deputetëve të Partisë Socialiste ka thënë, po e citoj, që mos të kemi statuse të veçanta për secilin sektor, se mund të ngrihen nesër edhe këta të baletit, të kërkojnë edhe këta status për punën e tyre, se edhe ata vështirësi kanë atje, lodhen edhe ata. Ne kemi bërë një ligj të përgjithshëm për këtë gjë dhe nga 2019 deri më sot ne jemi dhe 2 herë të tjera në pushtet. Do të thotë që e kemi zgjidhur në atë mënyrë që e kanë pranuar ligjin dhe minatorët dhe naftëtarët të gjithë së bashku. U shpreh deputeti i Partisë Socialiste, që është një deputet i qarkut Vlorës. Pra po ta lexoni me vëmendje këtë që unë thash, ky barazon punën e minatorëve të nën tokës me punojësit e tjerë, ndër të cilët rendit dhe balerinët. Me gjithë respektin e jashtëzakonshëm që unë kam për balerinët, dhe të mos e marrin sikur kam diçka kundër tyre, puna e minatorëve është një punë me një vështirësi dhe një rrezikshmëri që është e pranuar botërisht shumë më e vështirë se shumë profesione dhe hyn te profesionet me rrezikshmëri të lartë. Ne nuk na duhet të shpikim rrotën. Minatorëve në Europë, minatorëve në botë kudo, u kanë dhënë statusin, u japin statusin. Nuk është një gjë që e bëjmë ne për herë të parë dhe nuk është një gjë që na duhet të bëjmë shpikje. Ti japësh statusin minatorëve është të bësh drejtësi. Se po ta marrësh ashtu me thënë të drejtën, ne japim pension suplementar deputetëve. Për çfarë duhet ta marrë deputeti pensionin suplementar? Se shkove 1 vit, 2 vite ti deputet, apo 4 vite dhe të marrësh gjithë jetën pagesë ekstra, për çfarë? Ke shkuar deputet? Shumë mirë ke bërë. Çfarë lidhje ka kjo që ti duhet marrësh një gjë ekstra? Kujt i takon më shumë statusi suplementarit? I takon deputetit apo i takon minatorit që punon në tokë dhe i del shpirti? Si e mirë? Si kalove? Se jam live. Respekte. Pra ky është një qëndrim krejt jo njerëzor dhe si thot që nga 2019 thot ku ne kemi rreguar sipas metodës së këtyre, na kanë votuar dhe 2 herë të tjera thot. Na kanë votuar dhe 2 herë të tjera dhe janë dakord dhe minatorët dhe naftarët e me radhë. Pse mos të tahohen këta? Janë dakord thot. Dakord ata që punojnë në tokë atje. Që sa kanë humbur jetën. Që punojnë në thellësinë e tokës, kur hyn dalin as dalin jashtë, që marrin lagështi, sëmundje profesionale dhe tahen në këtë mënyrë dhe kjo është totalisht e papranueshme. Është totalisht fyese. Dhe e thot këtë deputeti që po të marrësh ligjin dhe të shohësh favoret që ka, pa taksesh.
E kam thënë dhe njërë tjetër. Kanë të drejtë deputetët e Republikës së Shqipërisë që të çdoganojnë gjatë 4 vite edhe një mjet pa paguar doganën. Çfarë lidhet me punën e deputetit të Republikës tonë të marrë një mjet nga jashtë dhe ta kalojë në dogan pa e zhdoganuar, të përjashtohet nga dogana? Çfarë lidhet? Sa ai mund të marrë një mjet që kushton 1 milion euro. Dhe kurse nga zhdoganimi ku diun 10.000 euro. Për çfarë duhet kjo? Deputeti në fjalë që në raport me atë minatorin, të cilit i duhet të punoj shumë për të nxjerrë bukën e tij, e të familjes së tij, merr dhe pagesë për telefonin, merr dhe pagesë për qira, merr dhe pagesë për naftë. Do thoni ju, po t'i heqim këto andej këtej. Vunet Sinaj e kish deputeti. Si mund të thuhet kjo më? Si? Dhe thot nga 2019 janë dakord këta, thot ndajna votojnë ne. Jo mor zotri, nuk u votojnë juve shumica e shqiptarëve. Po këtu është krijuar një sistem vicioz, një rreth vicioz, që punoni 4 vite për t'i vjedhur shqiptarët, dhe këtë nuk e them unë tani, e thot prokuroria, e thon dokumentat, janë fakte publike, dhe pasi i vjedhi, siç i thoshte zëvendës kryeministrja jote, me mesazh, ndani dhe favore për media, ndani dhe favore për gazetar të caktuar, dhe i shplani trurin popullatës, po duke propaganduar të pavërtetat, dhe me ato parat që vidhni nga buxheti i shtetit, blini çfarë u del përpara. Blini çfarë u del përpara. Dhe na tregoni ju që njerëzit që kanë dakord me ligjet tuaja. Ligjet tuaja që përmes paketës së maleve, atyre që janë trashëgimtar të familjeve që kanë pasur pronat e tyre dhe kanë 35 vite që nuk ua jepni, i bëni karshillëk duke u dhënë malet e këtij vendi me 1 euro, vetëm me 1 euro të qelbur, shokëve tuaj, për të bërë resorte me 5 syje. Pasi i dha detin, tani i filluat dhe po jepni dhe malin. Dhe ndërkohë banorët ende nuk e kanë kuptuar çfarë pritet të ndodh. Do ta kuptojnë kur fadromat, skrepat, kamionat të shkojnë në fshatrat e tyre dhe do çohen pastaj me radhë fshatrat. Dhe pastaj do qajnë, do ulërasin, do bërtasin, do maukojnë, do ikin nga ky vend, sepse do e kuptojnë vetëm kur do vjen skrepat. Unë si intelektual, si avokat, si njeri që ka vendosur të përballet me këtë të keqe, në dorë kam t'ua them, ti paralajmëroj siç i kam paralajmëruar dhe për gjëra të tjera, po këto janë ligjet që bëni ju, zoti Sinaj, që sot i keni heq mundësinë minatorëve të marrin atë që u takon. Atë që u takon. Merre shikoj jetë gjatësinë mesatare të minatorëve të zoti Sinaj dhe krahasoj me jetë gjatësinë mesatare të balerinëve apo të deputetëve. Dhe hajde dhe flasim prap bashk. U takon statusi minatorëve apo jo? Krahaso sa jeton mesatarisht deputet të Republikës së Shqipërisë dhe sa jetojnë mesatarisht minatorët e Republikës së Shqipërisë. Dhe pastaj do e kuptosh se pse i jepet statusi minatorëve kudo në botë. I jepet sepse për shkak të punës së vështirë që bëjnë, nuk jetojnë gjatë, zotri. Nuk jetojnë aq sa ta hanë dhe pensionin e zakonshëm. Kjo është e vërteta e madhe. Është një turp i madh, më vjen shumë keq, edhe distancohem nga kjo që ke thënë. Na erdhi regjia direkt, flak për flak, dërgoi pyetjet. Ka më shi? Heq pak. Aleksi thot, përshëndetje Adriatik, do merrni pjesë nesër tek protesta para kuvendit? Cila protesta, Alex? Një aktivistët tan apo drejtues televizjes kanë qenë në çdo protestë që është zhvilluar muajin e fundit. Kanë qenë në Rio, kanë qenë në Durrës. Kanë qenë ku kanë qenë donte? Te kryesia e kuvendit për drejtësinë. Kudo? Ku ka pas protesta? Ku ka pas grumujim? Kanë qenë në Vlorë. Kanë qenë në Dimal. Kudo? Kanë qenë
në Maliq, kudo ku ka pasur protesta në muajin e fundit, kanë qenë përfaqësues televizjes tonë. Që komuniteti i njeh sigurisht nuk dalin me të madhe aty sepse kanë shkuar në mbështetje të banorëve. Po kudo, edhe nesër, patjetër që do jenë kudo dhe kurdo. Po nga ana tjetër duhet kuptoni një gjë, Alex. Nuk zgjidhet haui as kujt nëse nuk kuptojmë që nuk duhet të dalim vetëm për hauin personal. Thënë ndryshe, nëse secili kujtohet të dalë në protest, vetëm kur haui troket te dera e tij, e fshatit të tij, e lagjes së tij, nuk fiton dot gjë. Sepse fragmentarizohet shumë problemi. Dhe grupet e vogla, këta i kanë shumë të lehtë për t'i përbauar. I përçajnë, një pjesë i blejnë, një vend pune, një leje, një gjë, edhe atje te fshati. I japin një leje ndërtimi dikujt, nga protesta ikën ai, pas një jave. I japin një licencë për të bërë një lokal në plazh dikujt, pas 2 javësh ikën dhe tjetri. E marrin një tjetër e fusin në punë në shtet, mes javës së tretë iku dhe tjetri. Dhe pak janë ata, i përçajnë dhe këta dhe nuk funksionon gjë dhe i shtypin. Shtyp atë komunitet, shtyp këta OEG, shtyp këtë komunitet tjetër. Dhe po morën njerëzit vetëm me hauin e vet, nuk ja dalin dot. Ndaj ne themi duhet bëhemi bashkë për hauin e përbashkët. Për ligjin e përbashkët. Jo thjesht se na morën ne pronën, po sepse ligji për investimet strategjike është i gabuar. Pra nuk duhet kujtohemi kur ligji për investimet strategjike vjen te fshati jon, apo te lagja jon, apo te qyteti jon. Jo vetëm kur vjen te prona jon. Po duhet të ngrihemi, të bashkohemi të gjithë dhe themi ligji për investimet strategjike është një ligj i gabuar. Dhe të gjithë bashkë të imponohemi për ta ndryshuar. Se po u kujtuam vetëm kur vjen haui te ne, s'kemi zgjidhur gjë. Deni Doda, thot Adriatik po ngelin 500.000 banor, si e shpjegon këtë, është vrastare. Deni, fatkeqësisht numri popullsisë po bie dita ditës dhe kjo ndodh për shkak të ndërtimit të një shoqërie ku të fortët bëjnë ligjin. Të një shoqërie ku një pakicë njerëzish e kanë marrë peng vendin. Të një shoqërie që vrapon pas interesit të ngushtë dhe kthehet të tifoze partijake se një parti t'jep një vend pune apo t'jep një licencë apo t'jep në një leje ndërtimi dhe shkojmë te ajo teoria që unë jam mirë. Në fakt janë mirë deri ditën që nuk e din që janë keq. Se kur ndodh haui pastaj, ku diun, haui në spital, haui me pronën, haui me investimet e merat, kuptojnë që janë keq. Tani ne më shumë se t'u flasim njerëzve dhe se të sakrifikojmë në një betejë të përditshme për të përbashkëtën, nuk kemi çfarë të bëjmë, është në dorë të njerëzve. Erblina Emini, dale pak, na erdhën miq. Do vish në një live të fuqishëm apo? Shikush me erdhi këtu më, shi. Hajde pa në soko, hajde. Hajde, do vish mere një karike. Një live i fuqishëm e pa në Kosova. Erblina, shumë respekt për punën që po bën, kur dikush flet me sinqeritet dhe përgjegjësi meriton për kraje pa dallim kufish. Përshëndesim Erblina nga Kosova. Në datë 17 është protesta, marshimi i madh në mbrojtje të heronjve, në mbrojtje të liderëve të UÇK-s. Nuk duhet kemi dallime. Ajo është një epope e lavdishme e kombit ton që ne ja dolëm të ngrihemi përballë frikës dhe të shpëtojmë nga uzurpatori, nga pushtuesi. Në 17 të gjithë në mbështetje të heronjve. Pano. Shiko, nuk është dënim që u dha për ata 4 njerëz. Duhet ta shikojmë pak më larg atë që ndodhi. Ajo që ndodhi partije ishte tentativa e fundit për të zhbër të gjithë luftën dhe çka ndodhi pas luftës në Kosovë. Nuk është thjesht një dënim që po jeve ca njerëzve, është një njohje që do të ngjitet historisë dhe të qëndrojë ngjitur. Pra, dënimi i tyre në përmasa të tilla do t'i atashohet si e keni parasysh si kapaku librit gjatë gjithë jetës historisë Kosovës. Dhe të gjithë armiqtë e Kosovës, dhe të shqiptarëve, do t'i thonë që shiko, u bë lufta, po ama
u bë lufta ashtu, siç e gjeti prokuroria, që i dënoi ata 45 vjet. Prandaj është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë që nuk është një sulm ndaj 4 njerëzve. Unë mund mos ta dua Shimtaçin, apo Kadri Veseli. Mund të jem kundër tyre nga pikpamja ideologjike apo parimore. Por Mund të kemë bërë ndonjë problem Nuk pas diskutojmë. lufte atë, është tjetër hau ai. Po. problemi është u shikoj që po atakojnë ata, nuk po atakojnë ata personalisht. Ata që janë lart dhe që e kanë ideuar këtë që në fillim, se kjo u ideua që në fillim, nuk erdhi tani kjo. Nuk është fare rastësore kjo. Ata që erdhën nga lart dhe që e ideuan këtë, ideuan me një qëllim. Për ta bërë pis dhe për t'ja ngjitur njollën luftës dhe shtetit Kosovës, ta mbaj aty njollë nga mbrapa gjithë jetën. Sepse gjithë jetën do ta mbajnë. Zoti Lapaj, më thot Ferdinand Brao, e dona, më thot Zoti Lapaj, a do t'jeni të pranishëm nesër në dialogun politik për bashkimin e opozitës dhe a do merren seriozisht 6 pikat ju keni shtruar si të panegociueshme të përshëndes. Tani, kjo që e gjitha këshu, do me erdhe rastisht, po. Ferdinand, e para njerë, ju lutem, më lini ta shpjegoj. Kur kam dalë në këtë shesh dhe kur qytetarë tjerë janë bashkuar, gjithmonë kemi thënë që jemi të hapur që këtu të vinë të gjithë socialistë të zhgënjyer, demokratë, mbështetës Shqipëria bëhet, mbështetës partive tjera, organizatat shoqërisë civile, qytetarë dhe intelektual të angazhuar. Pra, duhet të gjithë të bashkohen kundër hajdutërisë. Se po ndonjë veç edhe te hau i përbashkët i madh, i bie që asnjëherë të mos krijohet numri nevojshëm për të derdhur njerëzit në shesh masivisht kundër pushtetit dhe për ta detyruar të driqet. Në këtë drejtim kemi ftuar të gjithë. Sigurisht që ka pas siklete nga subjekte të ndryshme, por sheshi është këtu, nuk është joni, sheshi është qytetarëve. U krijua një grupim intelektualesh që morën iniciativën, zoti Asimja, zoti Rama, zoti Ruçi e të tjerë, dhe e bën ftesën publike. Ka që i thanë jo direkt. Ne nuk tham jo direkt pano, ne tham po ulemi, ti dëgjojmë njerëzit, por vum disa kushte. Kushte jo si karshillok, po kushte për ta çuar në drejtimin e dur. E para, duam që të gjithë ata që angazhohen në këtë tryezë të marrin përsipër angazhimin për të zbritur në shesh 24 në 24 orë, në një protestë pa kthim, në një përballje pa kthim me Edi Rama. Sepse kjo është garancia që betejë është e vërtet, që betejë është e sinqert, që nuk është një lojë tjetër që vihet këtu 2 orë dhe iket prap. E dyta, kodi zgjedhor, që të gjithë të pajtojnë që gjithë opozita shqiptare të ketë një draft kod, proporcional, kombëtar, me lista të hapura, 140 deputet, një zonë zgjedhore. Sepse ky është ilaçi për të shëruar gjithë problemet që ndodhin në përditshmërinë e këtij vendi. Duke mos pasur garë në politik, ne prodhojmë keqeverisje dhe prodhojmë arrogancë e këtij nga pas. E treta, tham të përjashtojmë nga kjo tryezë kryetarët e partive që të mos vjet teksti te kryetarët, por të vjet teksti te qytetarit dhe te hau i përbashkët. E katërta, kërkuam që të zgjerohet grupi intelektualëve dhe sigurisht që partitë politike në këtë tryezë të distancohen nga sulmet ndaj drejtësisë. Na është thënë që janë pranuar kushtet, kur erdhi puna për të bërë gati memorandumin dhe për të ulur në shesh, në një tryezë këtu në shesh, nuk është marrë angazhimi për të qëndruar 24 orë në 24. Ne dje kemi prit që Partia Demokratike do qëndronte në shesh 24 orë në 24 pa ndalim, dhe kjo do ishte paradhoma e forumit në shesh. Sa kohë kjo nuk ka ndodhur, ne nuk do të jemi nesër në tryezën e thirrur nga zoti Asimja me opozitën, ata që janë bashkuar. Ne jemi të gatshëm këtu në shesh të bashkohen dhe ditën që angazhohen për një protestë 24 pa kthim pas derisa Edi Rama trozohet, ne jemi në atë tryezë në shërbim të atë dheut, në shërbim të kohë. Pra, kush është misioni i gjithë luftës që po bëjnë sot opozita? Nëse misioni është për të vendosur kriteret e përcaktimit të parit, të dytit, të tretit në listë, pra opozitë e parë, opozitë e dytë, si zërat në një korë, më kupton? Kjo është gjë tjetër. Po kjo as i hyn, as i nxjerr gjë nga xhepi askujt. Nëse duam që të rrëzojmë këtë që është nga mbrapa, që besojnë që është halli, që është problemi i madh i gjithë shqiptarëve, atëherë, e vetmja formë se si e rrëzon këtë, është duke i qëndruar këtu 1000-2000 veta këtu në shesh,
për t'i treguar që të gjithëve, që atyre brenda vendit e jashtë vendit, miqve që na vinë nga jashtë e armiqve që na vinë nga jashtë, që kjo qeveri ka njerëzit përpara dritarës. Ta shohin më dhe ata që kjo qeveri ka njerëzit përpara dritarës, sepse është forma me thjesht për t'i shpjeguar 1000 faqe raport që do t'i çojnë këtu delegacionet e OSBE-s apo të ODIHR-it apo. Nëse ti tregon një fotografi ku përpara kryeministrisë në Shqipëri janë 1000 veta që janë ngulur aty e nuk shiten, e ka marrë vesh çdo eurodeputet, çdo komisioner, çdo antar i Bashkimit Evropian, e ka marrë vesh se çfarë ndodh në Shqipëri. Kaq. Dhe këtë duhet tregojmë ne, për t'i dhënë mesazhin që shiko, këta njerëz janë gati të sakrifikojnë, vetëm e vetëm që ky të largohet. Dhe këtu ata kuptojnë se me kë kanë të bëjnë. Sepse është hallka e fundit e puzzle-it që na mungon në gjithë luftën që ne po bëjmë. Dhe kjo çfarë kërkon? Kjo kërkon bashkim. Patjetër. Po jo bashkim për hir të asaj që thash që për të treguar se kush është i pari, i dytë, i tretë. Jo, s'ka rëndësi. Bashkim njerëzish që kërkojnë që ky të largohet. Kaq. Jo liderësh. Ilir Stambohiu thot, do jeni përsëri bashkë për betejat e ashpra që ndodhin, me thënë drejtën ne dy bashkë kena qenë. Tjetër gjë që na doli një i skaduar, po ne dy nëse kena prish zemrën ndonjëherë apo jo po. Kështu që përshëndet, Sajmir Trumsi thot, përshëndetje Adriatik, kur është protesta tjetër dhe a ka mundësi të organizohet gjatë ditës dhe ditë pune që të prishet pak qetësia i dutëve, thot. Sajmir, shumë shpejt e njoftojmë protestën tjetër, sepse ne që ditën e parë që e nisëm e kemi pas shumë seriozisht, unë e kam pas si Adriatik që e nisa i pari, pastaj të gjitha ata që u bashkuan, do e njoftojmë shumë shpejt protestën tjetër, qëndresa, rezistenca, përbauja është shumë e rëndësishme. U deshën 65 ditë që televizioni shtetror gjerman të vinte dhe të bënde sot kronik këtu në shesh. Po erdi pas 65 ditësh dhe sot, sipas të dhënave statistikore që më treguan ata që marrin vesh nga kjo punë, 45 milion gjerman, 45 milion shtetas gjerman kanë parë nga ai televizion një kronik në lidhje me protestat në Tiranë, në lidhje me qëndresën që po bëjmë këtu, dhe është një gjë që unë mendoj që nuk është për t'u tejkaluar. Kështu që shumë shpejt do u njoftojmë, sa i takon ditëjave mos e kini merak se këta dhe ditë e javës nuk është se vinë punë. Nuk ndryshon gjë. Ne i bëjmë në fundjavë që njerëzit ta kenë më kohaj që për pjesën e punës, po për këta si të hënë, si të shtunë, si të martë, si të diel, njësoj e kanë. Nuk është se u ndryshon gjë këtyre. Shikoj, një temë tjetër që unë kisha vendos të flisim sot, është gara në Rogozhin. Do thoni ju pse na e përmend. Dje është arrestuar, është dënuar, më fal, është dënuar kryetari i bashkisë dhe referuar ligjit do duhet që aty të mbahen zgjedhje në parim. Tani unë kam dëgjuar këto kohët e fundit një tezë që duhet ketë zgjedhje parakoshme me Ramën kryeministër, jo qeveri tranzitore. Ky është një shans i artë, mendoj unë, që kushdo e pretendon këtë gjë, të shkojë në zgjedhjet që mund të bëhen në bashkinë Rogozhin dhe të përballet me Edi Ramën dhe të na tregojë se si mundet në një palë zgjedhje Edi Rama duke qenë kryeministër dhe duke ndërtuar një skem monstruoze si kjo që ka ndërtuar. Dhe më beso pa no, ne jemi të gatshëm t'u lëm rrugën e hapur që të mos ndahet vota, dhe nga ana tjetër, nëse këta kanë sukses dhe e mundin Edi Ramën në Rogozhin, jemi të gatshëm pastaj t'i dëgjojmë në udhëheqjen e tyre drejt rrëzimit të Edi Ramës nga pushteti, sepse do e justifikonin. Ta provojnë njerë, se ndoshta u del, domethënë se unë nuk kam besuar asnjëherë se ata që kanë thënë tezën që të shkuarit në zgjedhjet parakoshme me Edi Ramën kryeministër, po t'i bëjmë zgjedhje tani, e kam pasur seriozisht më tepër se sa kam pasur si një kundërthënie të, meqense teza e përgjithshme ka qenë qeveria tranzitore teknike e quajnë si duan, si kundërthënie kësaj teze për të gjetur diçka që unë të dukem ndryshe nga të tjerë, them që hajde jo, nuk na duhet qeveria tranzitore, duhet të shkojmë në zgjedhje me këtë qeveri që është. Shkon, zgjedhjet e parakohshme janë hall i madh për opozitën. Se qeveria gati është çdo ditë vitit
për çdo ditë të vitit, patronazhistët e qeverisë, punojësit që do t'i bëjnë votat qeverisë kanë marrë rrogën. Për sot e kanë marrë rrogën. Edhe nesër do ta marrin rrogën. Po, Edhe nuk pas lodhen, nesër. nuk lodhen. Me turne. Ata aty janë. Lek kanë 9 miliard euro buxhet ka zotëria. As mos ja qani hallin fare. Halli si e parakoshme është gjithmonë që opozita gjendet gjithmonë e papërgatitur, sepse sa të ndezësh ti motorët, sa të bësh ti gati strukturat e tjera, ti s'ke lek. Ë? Ti s'je në pushtet. Ti s'ke drejt orientatimeve. Nuk ka as doganat, nuk ka as transportin, nuk ka as tenderat, as koncesionet, as licencat, as minierat, as naftën. S'ke ti, ka ai. Dhe prandaj disë në pushtet. Po të gjithëve, të gjithë partive, t'ja presësh Jemi në kushtet barabarta ka. Po, tek të gjitha resurse shtetërore. Pra, s'ka pse përdor as paratë e buxhetit, as naftën e shtetit, As të fal gjobat. as gjobat, as lekët e pensionistëve, as një qeveri tranzitore që nuk ka lidhje me asnjë parti politik. As t'i jap licenca, as t'i jap leje ndërtimi miliona me trakator. Të fal gjoba, as të fal shkeljet. Pra të gjitha këto bëhen vetëm nëse një palë që nuk është asnjë nga palë, është në pushtet. Dhe imagjino, as të lejoj krimin organizuar që të hedh vallë. Bravo. Të ndajnë lek As nga ata duke i ruajtur makina e policisë nga pas. Pra, kjo është ideja. Drejtoria e policisë të bëj punën e policisë. Ë? Jo punën e politikës. Një komentatore që quhet avokate Dorina Prethi, thot po televizioni kombëtar shqiptar ka ardhur, thot. Ka ardhur. Këta kanë ardhur. Këta kanë ardhur. Rrin këtu çdo ditë nga gjysmore. Këta kanë ardhur. Në fakt, vetëm protestuesit që kanë ardhur këtu në këto 65 ditë, jam i bind që i kanë paguar gjatë vitit kaluar një 150.000 euro taks vjetore TVSH-s. Nuk na ka justifiku as lekët që i kena dhënë. Erdi dhe Deutsche Welle, po, pardje ka ardhe Deutsche Welle, nga Gjermania. Redi Lipi thot të ngrihen dhe emigrantët në çdo shtet të Evropës dhe botës dhe t'i tregojnë për ai dutrin që ka pushtuar vendin. Duhet se nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. E miq, ne nuk po zgjadhemi se Pano erdhi, edhe po rrim bëjmë një dorë muhabet. Ju përshëndesim këtu nga sheshi, hym në ditën e 66. Së shpejti njoftojmë datën e protestës së radhës. Nuk ka kthim pas, përballje. Presim në shesh të gjitha, ata që e kanë seriozisht betejën kundër Edi Ramës, nuk mjafton protestat ritual çdo javë apo çdo 10 ditë nga 2 orë, po duhet këtu në shesh pa ndalim të hapet një vatre e madhe e përballjes me pushtetin më të korruptuar të Europës. Ju përshëndes.